18 vendimet e qeverisë në detyrë për themelimin e komisioneve do të përfundojnë në prokurori. Kështu ka paralajmëruar Aleanca, duke pretenduar se komisionet janë krijuar për procedura emërimi në agjenci dhe pozita publike. Deputeti Besnik Tahiri tha se qeveria në detyrë nuk mund të zhvillojë hapa të ri. Qeveria e Republikës Kosovës ka marrë 18 vendime duke themelu 18 komisione, dikun me njerëz të njëjtë, për me I emëru në agjenci ekzekutive, në agjenci qeveritare, në një pozitë si sekretar permanent, në një kohë kur kjo qeveri është në detyrë. Tahiri ka thënë se nuk do të lejojë që administrata shtetërore të vihet në funksion të një partie. Si Aleancë nuk do të lejojmë që të kemi një parti shtet, dhe sot po ju themi që kjo logjik duhet të ndalet me njëherë, këto vendime të jashtëligjshme duhet të anulohen me njëherë, përderisa këta anëtarë të komisionit që marrin pjesë në një procedurë të jashtëligjshme duhet të kenë shumë kujdes, për shkak se Aleanca këtë çështje do ta ngrit në prokurorinë përgjithëse. Pretendimet e Aleancës si mbështet edhe njohësi politik Arton Muhaxhiri. Ekziston një vendim I Gjykatës Supreme e cila e pamundson marrjen e vendimeve të qeverisë në detyrë nëse dikush nga anëtarët e asaj qeverie janë vetuar si deputet. Dhe këtu në qeverinë që kemi aktualisht në detyrë, shumica e ministrave dhe duke përfshirë kryeministrin janë vetuar edhe si deputet. Dhe kjo e pamundson marrjen e çfarëdo vendimi. Ndërkohë, Tahiri ka paralajmëruar se në ditët në vijim do të ngrihen edhe raste të tjera që sipas tij lidhen me shkelje të ligjit dhe kushtetutës.